Po, unë e pranoj, unë e pranoj që mund t'jetë logjika që në mëngjes që ka fluks ne i heqim këto, i vëm dhe i heqim, se kemi problem. Po s'ka asnjë gjë tani në darkë se këtu nuk pengohet asnjëri për të kaluar. Realisht pengohet. Kjo është absurdizike dhe është përdorim nga të gjithë. Dhe nuk mund të thuhet kjo natën do kufizohet dhe ditën do qëndrojë. Është për përdorim nga të gjithë. Është edhe për mua, edhe unë jam të gjithë. Pra unë kam të drejtë të rri këtu. Nuk kemi publika e përgjithshme. Kam jemi individ e tjerë. Shikon, unë të siguroj që nuk ke të drejtë. Unë i heq, nuk është problem rri në të ftohtë, po nuk ke të drejtë. Ligjërisht s'ke, pra, dale, po më the nenin për katës, më thuaj nenin, thot neni kaq, të ndalon këtë gjë dhe unë do t'jap të drejtë. Unë po të them ligjërisht s'ke drejtë, ti do i heqin. Po ligjërisht nuk ke të drejtë. Po them ligjërisht. Po nuk e më thuaj nenin. Më thoni ju neni që lejon vendosjen e Po, neni. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë më jep mua drejtën absolute që të shpreh mendimin tim lirshëm pa u kufizuar dhe pa cënuar dikë tjetër.